Kush konsiderohet një marrje dhe përdorim korrekt i këtij bari? Po, jeshile për alkool borik, që do thot jeni duke e përdorur sakt, është rasti. Kur alkooli borik është marrë me vizitë mjekësore apo jeni konsultuar me farmacistin tuaj. Keni kontrolluar datën e skadencës. Jeni siguruar që shishja ishte e mbyllur, apo hapur ditët e fundit. Lëngu në shishe është i tejjdukshëm dhe pa ngjyrë. Çdo nuancë kafe, e verdhë apo turbullir tregon dëmtim të cilësisë dhe efektshmërisë së këtij bari. Lëngu ka erë të lehtë alkooli. Ndëse ndihet erë myku, thartire ose erë kimike e fortë, tregon prishje ose kontaminim të barit. Ndaj nuk duhet të përdorë.